Unë jam martuar në moshën 15 vjeçë. Ndonjëherë duhet të pranosh fatin. Ky më thoshte dhe në sy të djalit kurvë. I mori të shtëpisë tim në telefon, hajde tha se i gjeta me burrin tjetër në krevat. Wow. Jam lutur gjithmonë Zotit, o Zot, ku do jemi lirë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Duk me Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni duke abonuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme do të kem një nën, fakt ajo shumë e re në moshë, sepse është martuar 15 vjeç dhe është nëna e 2 fëmijëve. Prej muajit maj është larguar nga bashkëshorti i saj, ka kërkuar divorcin dhe është në proces divorci. Një vajzë që la librat, la shkollën dhe nëna dhe babai detyroi të martohej. Sot ka fituar lirinë dhe kërkon që ëndrat e saj t'i realizojë ato ëndra që ka patur kur ka qenë në bankat e shkollës. Do më rrëfej gjithë jetën e saj dhe padyshim do e dëgjoj gjithë me shpresën që zëri i saj do dëgjohet. Kështu që hap dritaren dhe ftoj këtë nën që për shkak të paragjykimeve të fshatit ku ajo jeton, kërkon që imazhi i saj sot jetë i mbuluar. Kështu që e ftoj më një herë. Ela, përshëndetje. Përshëndetje, si je? Si ke qenë? Shtëpisë mirë? Mirë, ti si je? Mirë, faleminderit, jam me fëmijët. Ne të dyja jemi shkruar në Instagram për herë të parë, mos gaboj. Po, të kam shkruar una. Më ke shkruar në Instagram dhe më ka ardhur keq për ato që kam lexuar. Çka ka ndodhur? Unë nuk e dija nëse do të kthej përgjigje, pra ne kam shkruar. Të thash, ok, po e provoj një herë. Një ditë parë ti kam shkruar dhe kam pas ditëlindje ditën tjetër. Oh. Edhe kur më ke kthyer përgjigje, më ke bërë të vër për ditëlindje, a dish. Oh, më vjen mirë që të pas kam kthyer përgjigje në ditën më të veçantë. Në ditën më të veçantë, ta dish, do të thënë mbas 10 vitesh është hera e parë që unë festova ditëlindjen e lumtur dhe me familjen time. Por pse? Unë jam martuar në moshën 15 vjeçë. 15 vjeç, po. Më kanë martuar të shtëpisë, domethënë burri që kisha, se kam domethënë, ka pas motrën të martuar këtu në fshatin tonë, edhe me që babi im ishte shok me burrin e asaj. Për mirë, domethënë si gjithë shqiptarët, sidomos në fshat një herë martohen edhe vuajnë për mirë, gjasme. Dhe mbi të gjitha ishte më i madh se mua, ishte gati 11 vjeç më i madh. Okej, ky ishte fati im, ndonjëherë duhet të pranosh fatin dhe duhet ta provosh. Unë e provova, por nuk ishte i duhuri. Pse do thuash ti? Ai ka pasur edhe 2 prindër, se tani ka vetëm nënën, pleq, kam pasur edhe 2 fëmijë. I kam 2 fëmijë, djalin 7 vjeç, gocën 2. Është një njerëz që se unë mendoj, tani që se kam gabim ti ma thuaj. Mes njerëzimit, si te fëmia, si tek prindrit dhe tek lidhjet, mendoj se duhet jetë mirë kuptimi dhe respekti, pastaj dashuria. Se le të kesh dashuri sa duash, po nuk u mirë kuptove me gjuhë, me njëri tjetrin është e kot, mendoj unë. E ke të drejtë. Dhe unë s'kam pasur komunikim me atë, pse? Sepse në moment që unë flise, thoshte hesht, po shoh ti s'di ti s'ke karakter. Tani kur ti më thon ma këto, unë duhet të hesht. Dhe kur unë hesht, ai më thoshte ti hesht dhe nuk flet. Si bie unë tani dhe më thënë, as mos të flas, edhe të flas. Dhe ka qenë, kam përjetuar dhunë, drejt. Je një grua e dhunuar? E dhunuar. Sa keq më. Kam pasur, do thosh, mundësi për t'ikur. Kur kam pas djalin e vogël, po, kam pasur mundësi nga të shtëpisë, por duke me thënë që lër djali. Po fëmijët e mi, e kam thënë dhe po ta them edhe ty, njësh me tokën shtrihem dhe fëmijët e mi nuk e las kujt. Me thënë, kur të shtrihem njësh me tokën unë, atëherë mund t'i marrin fëmijët, atëherë nuk kam ç'të bëj me anë, atëherë jam në fund. Po fëmijët e mi sa të kem jetën nuk e la. Dhe unë kam humbur shumë. Mua më pëlqen të shkruaj, më pëlqen të lexoj, di të pikturoj, di të shkruaj, di të bëj dhe punë që shumë njerëz kanë bërë shkollën. Do thosh ti për shembull, unë jam në proces e sipër të divorcit. Po sa kohë keni që jeni ndarë të dy fizikisht? Që në 18 maj. Maj të këtij viti. Maj të këtij viti, po. Akoma nuk kemi ndarë, se shumica e shqiptarëve, se shqiptarë se bota është më ndryshe. Nuk kuptojnë. Më lejon të pyes? Po, çfarë të duash, po mund të më pyesësh. Më the që u martova 15 vjeç dhe e pranova fatin. Po. Por në momentin që babai të martoi, që ka bërë gabimin më të madh, që vajzën e ka martuar fëmijë, është gabimi më i madh i prindërve që vajzat sapo hedhin pak trup,
pa mbushur moshën, duan t'i martojnë dhe... Martohen. Kjo është e tmerrshme. Këtu më vjen. E di çfarë më mërzit më shumë, se shiko, njeriu ka sakrifica, ka vuajtje, ka shumë gjëra. Domethënë secili ka radhën e vet dhe secili ka fatin e vet. Dhe është diskriminuar që të vuash. Ndoshta nuk mund të vuash për shembull si pjesa ime, do vuash tek lekët, do vuash tek fëmia, do vuash tek prindërit, çdo njeri vuan, ka një vuajtje. Po mua më vjen keq për diçka, se unë e pranova të gjithën. E kam ulur kokën për 10 vjet e rresht, apo 10 vjet rresht. E kam planuar, kam bërë më shumë se çka mundur. Po jam më edhe kur kam qenë në pikën më të fundit me jetën. Jam kurioze të di si ta komunikojnë nëna dhe babai. Ti 15 vjeç mbi libra, ata të thanë do martohesh? Jo, mbarova klasën e 9 dhe më thanë, domethënë. Okej, e pranova si ndonjëri e detyrohet të pranon shumë gjëra në jetë. Po ishte, domethënë, me këtë mendje që unë jam sot, është shumë ndryshe me atë që isha më atëherë. Njeriu ka nevojë të piqet. Dhe vuajtja, domethënë gabimi, vuajtja e pjek njeriu, se njeri pa gabime nuk ka. Duhet ta mësosh. Nga gabimet mëson, patjetër. Po, gabimi e bën, mëson dhe pastaj nuk gabon nëse po të gabosh përsëri quhet qef, ai nuk quhet gabim, për mendimin tim. Por unë mendoj që njeriu gjithjetën gabon dhe gjithjetën mëson. Sepse duam apo s'duam jemi njerëz të cilët do gabojmë. E rëndësishme është të gabojmë pa vedije, nëse gjërat i bëjmë me vedije, atëherë janë të pafalshme këto gabimet. Gabimi, njeriu gabon, e pëson dhe mëson dhe unë. Ose si që jam të vetja ime, i treti zhytet, po kur nuk mbytet. Ta vish. Sa bukur. Edhe unë për vetën time, unë kam më shumë nga jeta. Kam më shumë se unë kam mësuar shumë. Me thënë, njep një punë dhe unë e bëj. Dua, unë ta di, ore, po se bëra, më s'ka shanse. Më pëlqen shumë shpreha që sa po the kam dëgjuar disa herë. I drejti zhytet, por nuk mbytet kur. Kur mbytet. Edhe unë jam zhytur 10 vjet dhe ja ku jam sot. Mund të them diçka, unë nuk kam mbajtur Ramazan kur, për arsye se nuk mundja në jetesën që bëja, po kisha shumë dëshirë që të mbaja. Si gjithë njerëzit që tash gabojmë, kur ishte falja e mëkateve në maj, që mbash vetëm një ditë Ramazan, edhe thash, okay, po e provoj se di. E mbajta edhe e prisha fiks ku duash, edhe vërtetova për të dytin herë që ka vërtet Zot o njëri, ka vërtet okay, do vuash, por domethënë më çojmë në mrekullim më të bukur që unë shpëtova. Jam lutur gjithmonë Zotit, o Zot, ku do jem lirë. U lirova. Dhe di çka kam dashur dhe thosha gjithmonë, thosha, o Zot, lutem, thjesht dua shtëpinë time, unë vetë 2 fëmijët e mi dhe askush tjetër. Një punë që unë të punoj dhe të di që kam me djersën time. Nuk dua unë haramin nuk e dua, nuk më ikën, mua më kec këtu. Nuk mi kam harrami kur. Edhe kam humbur shumë, se kur mëson në shkollë, kur je zgjuar, kur kupton, edhe ndonjëherë të zhysin prindërit, që ka prindër vuan për mirë, nuk vuan për keq. E qartë. Po ndonjëherë nuk e mendojnë atë që bëjnë, që duhet ta mendosh. Je në shtëpinë e babait apo je në një shtëpi? Jo, në shtëpinë e mamës dhe papit. Po çfarë ndodhi atë ditë që ti vendose të ndahesh përfundimisht, ti ikje nga bashkëpunëtorët? Unë e kisha vendosur për të ndarë. E kam vendosur domethënë shumë kohë më para, sepse kam provuar shumë herë që okay, ta provoj, po prapë e njëjta gjë. Domethënë ujë kuqi me ndron zakon nuk e harron. Unë mendoj dhe më fal për shprehjen, kur vëviku, dora vjedhja, 2 dhe dhuna 3 nuk ndryshojnë. Kur? Nuk ikin. Po e mësove ti të bëhet huqa, i letë thonë jo shoroj, nuk ka shanse. Nga 1% do dalë ajo që do ndryshoj Robi. Robi nuk ndryshon. Edhe unë për veten time mund të kem gabime, po unë nuk ndryshoj. Ky është karakteri im. Ti mund të më thuash cili është gabimi im dhe cili është e mira ime. Unë atë gabim do ta përmirësoj, por dhe ta përmirësoj sa dua, prapë nuk e ndryshoj dot. Nuk ndryshohen. Dhe sidomos këto 3 gjëra. Ti shkove 15 vjeç nuse në atë shtëpi, çfarë ndodhi me martesën tënde? Çfarë ndodhi? Unë kam pas një jetë shumë të shpifur, 10 vjet e mbyllur në shtëpi dhe pa dalë askund. Domethënë, okay, mund të kem dalë 3 herë në atë, për shembull, vija një herë në vit tek shtëpitë e mi dhe shtëpitë e mami.
Tek motra ime kam shkuar vetëm një herë, tek nëna kam shkuar 1-2 herë, kështu kur më ka vdekur gjyshi se për çef s'kam vajtur asnjëherë. Domethënë unë ju shkoputa plotësisht nga familjarët e mi, harrova ka kisha nën, baba, çdo gjë. Dhe pavarësisht se vija një herë në vit, kupton se kishte edhe prindrit e tij. Babin e tij unë e kam bajt 10 vjet. Më fal, 10 vjet, po 3 vjetet e fundit u kam votur shumë se ti vdish vllai, vdish i ri, domethënë kunati im, vdish mosh 50 vjeçe. Edhe usmuri jati, babain e tij, po ta them, e kam qef unë, e kam mbrojt unë, e kam ushqyer unë, e kam lar unë, e kam ndruar unë, e kam vendosur në gjumë, e kam dhënë në ujë dhe kam thënë të pi me pips, e kam bajtur dhe kam ngrit në krah. Unë gocën e kam linë 6 muajshe, prematur. Vetëm nga gjitha këto që bëja dhe nuk pata kur ndihmë. Kur, asnjëherë në botë. Mbi gjitha miqt pata ndihmë fizike, por nuk pata edhe një mbështetje. Unë mendoj se gjëja kryesore tek njeriu është mbështetja emocionale, durimi, se sa rëndohet njeriu psikologjikisht është shumë se sa puna fizike. Unë vërtet mund të punoj me kalsë, me zemë se gjithë ditën, po të shkoj në shtëpi do shtrihem, kurse unë nuk kisha një mundësi që të rija në habitatin tim, si i thonë, në një pjesë time që të ruaj veten time. I thjesht isha ngarkuar, fëmijë, pleq, ajo nëna nuk shifte, ishte e verbër. Ai po u dosh drita për shembull, ti e doje, ti e prishe të hangët të beth, edhe pastaj kishte një fjalor ofendues. Po njeriu kur e ofendon, sidomos kur e ofendon aty kur e thon më shumë të kthehet. Nuk mund, si punë e matës. Për i gjaku jemi edhe sigurisht që kemi dhe ne momentet tona jo fort të mira. Të se shpjegoj në një koncept ndryshe. Matën, po e gjyte me kam, se nxesh prandë do të qjeri. Po e për këtë vjetë aty ku trish unë do vija afër këmbës tënde do fligjum aty. A ka ndodhur kështu? A ndodh kështu? Po. Edhe unë ku më ofendon aty ku mua më vjen, unë do ta fal një herë, 2 herë, ama të 30 herë unë nuk ta fal. Se unë jam me të drejtën time, mos më bjerë më qafë kur unë nuk të bjerë më qafë. I thosha, mos më bjerë më qafë. Shiko të tregoj edhe një situatë, ka qenë këtu, vjetë në ngushtë, ka marrë tek mami im, edhe ka qenë vetëm vllai me nana, dhe era për të ndihmuar vllain për të pastruar pak shtëpisën në fshat, okay. Mami shprehim me babis se emigrant janë në Rotoxhani. Ky më ofendonte shumë dhe unë i kisha thënë, unë do t'i them të shtëpisë time, mos më ofendo, mos më bjerë më qafë, kur unë të lë punën pa vërë, fëmijën pa ngrënë, prindi pa mbajtur dhe ty pa bukë ose të bref me kuptimin tjetër, atëherë ti ke të drejtë që të më thuash po, kjo nuk është për mua. Kur unë t'i bëj të gjitha këto dhe jam korrekte me ty, ti mos më bjerë më qafë, i kam thënë. Edhe mos më shal. Ky më thoshte dhe në sytë të djalit kurvë edhe shumë gjëra që nuk thuhen. Dhe unë i thash vllajt, i thash mami, babi më thash troç. Tha mami do t'i flasim ne. Edhe vllai po mos të rënduar në sytë të nanës e mori në dhomën që është këtu. I tha, ky unë xena dhoma doli për jashtë, do iki tha. Rri këtu ti tha me se pas keni muhabete. Ju pa folur fare ti doli tek dera. Dhe ku doli tek dera, çau çuni. Për ti, kur kërri për të marrë fëmijët nuk t'i laj, thash, dhe më ka i gjujt me grush, nuk të mvesh, në sytë të vllajt dhe sytë nanës. Po, u zu me vllajin tim dhe këtu në këtë shtëpi, e shtriu vllajin tim më putur rafur, e kam dar vjet me nanën dhe unë dhe vllai, na bërë djeti, na mori qirë dhe na ulin divan bashkë me atë, dhe tha, ti o do ikësh në shtëpi me këtë të 3 bashkë 4, me thënë 4 si ose do ikësh vetëm dhe mbylle. Okej, u qetësuan dhe i tha nëna ime, unë do të bëj një pyetje. I tha, dhe tani do ta kuptosh ti se çfarë njeriu është me këtë pisë që do të them. I tha, nëna do të bëj një pyetje. Po i tha. Unë si fisa nëna ime, unë kam marrë nëse këtu, nuk kam parë kur vëllik në fisin tonë. Dhe në fjalën kurve përdor një femër që nuk do më shumë se 10 burra. Po, kjo mbesa ime tha, për çfarë është kurvë? Tha shikoj ti kur, po unë ja them me shaka tha. Mentaliteti, e kupton? Logjikën e njeriu këtë tha i zotëria. Si ta ne pas të mishte një njëri shumë me shaka i përdor të këtë fjalë. Po, edhe më shumë se kaq. Do të tregoj edhe diçka tjetër që është akoma dhe më e shpifur. Se akoma më të rënda. Shiko, kur burri me gruan, se unë po të flas pak e ndrojtur, se kam edhe, më vjen edhe pak. Tani, normale, burri dhe grua do bëjnë dashuri. Si gjithë çiftet. Patjetër. Dhe kur ka ardhur një natë në krevat e di që më ka thënë ti ke bythën, më tha mos si mama jote. Do me thënë, i thashun ti vjen shpirtime po të parë bythën e mamas time, kam thënë. Po jo tha unë e them me shaka. Shumë mirë, të kthemi në zalfi tash po. Tani ti ke 6 motra, ato 6 dhëndurët tuaj, thashun. Shu i thon motrës tonë po edhe i thon, tha. Po ti nuk të rëndoli çik, thashun që të ofendon dhe motrën dhe nënën. Po ta me shaka ja thon. E kupton mentalitetin e njeriu që ishte? Pa ato e ofenduar zotrin se nuk e njoh fare. Ai ishte i shkolluar, kishte një nivel te vjeçaren çan shkollimi, te vjeçaren emigrant gjë tjetër. Shikoj nuk ka të bëjë me shkollimin, se unë 9 vjeçaren kam. E kupton?
Po njeriu duhet ka pa karakter dhe stedër. Mendoj unë. Besoj si gjithë vitet e martesës tënde 10 vite, ky lloj komunikimi ka pasur ai me ty? Nga dita e parë deri në ditën e fundit që më tam. Por vjerri, ai zuri vendin, vjera kur e dëgjonte nuk i fliste të birit, se kjo gjuhë është normale tani. Ishin një moshë, domethënë babi ti 91 vjeç, nëna 87, tani domethënë kuptova. ata si ishin për veten e tyre, jo më për mua dhe për ata. Okej, nëna i ka folur disa herë se ke mirë, po prap. Por për çfarë të ka dhunuar? Domethënë arrinte të bësh xheloz, ishte xheloz i madh ndaj teje sa Shiko, unë ta thash, njeriu duhet të ketë mirë kuptim, ish njëri që nuk kuptonte, një njeri që shiko, po nuk pati mirë kuptim, dhe ta si po flasim me ty tani. Nëse unë të flas të nuk kuptohemi ne. Ti më pyet unë të përgjigjem, ose unë të flas ti më dëgjon. Njeriu flet, ti e dëgjon. Dhe në momentin që ti nuk të pëlqen diçka i thua, prit pak se kjo nuk më pëlqeu ose çfarë ishte kjo se nuk e kuptova. Kështu bisedon njeriu bashkëbisedim. Po të flas unë, të flasësh dhe ti nuk kuptohesh. Ose po të më thuash ti tani mua që po shoh ti mos fol se ti s'ke karakter, ti s'ke sidër dhe ti s'di të flasësh, si prej të përgjigjem unë. Do rri. Tani kur unë ti rrit, do më thosh ma pse hesht. Po tani unë ç'të bëj, të flas e të thuash ti që s'di apo të hesht edhe të thuash ti që pse s'flet. Duhet të zgjedhësh një nga këto dyja. Unë i zgjedh të dyja, ti bëj dhe ti nuk pranon asnjëherë. Ku do dalim ne? E dashur, ti më the që unë kisha mundësi ta lija që kur isha me djalin, por i dha shanse që të ndryshonte. Po më kanë thënë edhe ai, po iket nuk do ta marrësh djalin, më ka kërcënuar djalin dhe prindin më kanë thënë atëherë që po erdhen mos e merr djalin. Ama erdhi një pikë që nuk ja vjen të marrë dhe nuk ja vjen më fare. Por nuk ja vjen. Domethënë një diçka që nuk shkon, nuk shkon. Më mirë vonë se sa kur, mendoj unë. Por marrëdhëniet me fëmijët si i ka patur? Mirë i ka pasur, nuk mund të ankon të pjesa e fëmijë. Okej, në rregull, po unë jam një njeri, domethënë unë e lash dhe djeta konte fëmijët, se i kishe kaq muaj pa i takuar me psikologun, me shërbime sociale, kishe me policin e zonës. Unë nuk jam nën që për shembull ta mësoj fëmijën për ti që babi jot është kështu. Thjesht i them 2-3 fjalë që janë për të thënë. Sepse sa do që të jetë domethënë gjërat mes të ritëve janë të rritura. Fëmia nuk ka faj, nuk kupton. Nuk di. Fëmia tani ka nevojë për mbështetje emocionale, ka nevojë për kujdesje sa të rritet. Në momentin që fëmia rritet, i kupton vetë gjërat dhe i ndan vetë nënën, dhe ndan vetë babain, dhe ndan vetë dëshirën me këtë do të rri. Mendoj unë. Dhe unë si ne nuk e kam thënë kur fëmijës tim që ajo është kështu, thjesht i kam thënë. Këto 2-3 gjëra se për shembull mëson të djalin me gjëra pista. Për shembull mami jot është kurvë ose thuj mamit me gjëra që po. Dhe unë i kam thënë fëmijës, babi jot ka këto 2-3 gabime, këtë ti mos e thuaj, se kjo është shumë gabim. E kupton? Po që ti them që babi jot është kështu nuk e përdor, nuk kam për të përdorur kur. Për mua le të shpifi. Unë e kam thënë, unë të dëgjova dhe njërë që të shpifësh, do flasim ndryshe bashkë. Ka që kam thënë. Sepse nuk e të drejtë të shpifësh për mua, ku unë të kam bërë shumë mirë. Edhe si do që t'jetë nëna, mendoj unë, dhe si do që t'jetë babaj, fëmijës nuk i thuet kush, që nëna jote është kur, dhe babaj jote është, nëse s'di qa emri t'i vaj, një epitet. Fëmija nuk ka kur, dhe nuk është e drejtë që një fëmijë t'i thosh dhe t'i mësosh këto gjëra derisa të rritet. Se në momentin që fëmija rritet do ta kuptoj vetë dhe do t'i ndaj vetë gjërat, mendoj unë. Dhe unë ja kam lënë Zotit gjitha këto gjëra. E dashur, kur ndodhi ai episodi në shtëpinë tënde që ai ka dashur të rrajë vllajin tuaj, të ka dhunuar dhe ty, babai dhe nëna ta kërkuan që ndau, divorcohu? Ata nuk ishin këtu, kishin mbreshi, domethënë e marrën vesh pak më vonë atë situatën. Po unë domethënë që aty e kam vendosur që të shkëputet e gjitha kjo. Dhe unë nuk kam pasur telefon, që ta dish, nuk kam pasur komunikim që të flisja, domethënë vetëm telefonin aty. Dhe kur ikta ai linte, domethënë ai s'ka ikur këto kohë mbreshi se ka punuar. Na linte një telefon kështu të thjeshtë. Edhe këto kohë që nuk ka ikur ai, domethënë, thjesht me telefonin aty. Dhe unë vendosa të injizoj që gjitha gjërat, vetëm për 2 fëmijë që kam. Dhe i kërkota vllaj që të blej telefon dhe po, pranova. So, okej, është shumë e thjeshtë të ndahesh, por unë doja që të ndahesh me fëmijët t'i mbaj vetë. E di pse kam dashur t'i mbaj vetë fëmijët odeta. Për këtë natë që do vi sot, i kam thënë kur amiku atit i kam thënë ka do të mbyllate. Je burr, po, a do ulem me mua dhe bisedoj diçka të fundit. 1, ty ta bëft halal Zoti, dhe isha rajgjë ngrua që ti doje me që unë nuk isha. 2, fëmijët e mi i thashëm do t'i riskë unë. Ti do t'i marrësh, do t'i mbash sa herë të duash, për t'i rritur ti jo, sepse ti jep një edukat shumë të shpifur, i thash, ka që kam thënë edhe.
Ika, se unë pa fëmijët e mi nuk ka shanse të ikja s'ku, nuk i lesa, sa të kemi fëmijët, Sigurisht, s'ka unë shanse. jam e sigurt që edhe kur të ndodhi divorci, gjykata do vendosi për shkak të moshës që fëmijët janë të vegjël, do vendosi që do rinë me nënën dhe ai do ketë Me zi presë, me thënë këtë pjesë me zi e presë. divorci. Se shiko, unë e di që i kam të mi, po duhet ta di që i kam 100% të mi, dhe me thënë është shumë e dhimbshme, kur e mendon që mos ta kesh fëmijën tënd për mua shumë e dhimbshme, Odeta. Por ai kërkon t'i marrë fëmijët, të ka thënë që Shiko, ka thënë, edhe kam dëgjuar që ka thënë djalit hajde rri me mua ti sa të rritet motra dhe pastaj vi dhe motra. Dhe kanë qenë 2-3 herë që i ka thënë kështu dhe kam fik telefonin dhe i jam zënë, i kam thënë dëgjoj, o mëso të flasësh fëmijës se mos fol fare. Qa do ti, thashë, të rrisë dhe unë qupon, ta bëj dhe ajsa djalit i marrësh ti, dhe më thënë, unë ti rrisë dhe ti marrësh. Këtë? Dhe si reagoj, çfarë të tha? S'ka thënë asgjë, thjesht nuk them përgjigje, po çfarë do thotë, shikoj, një njeri që është i mbuluar deri këtu, më shumë se dhumi s'ka çfarë thot më. Dhumesh, do kulloj një ditë ajo, e hedh vajti. E konsumon të mirë, po dhumi do ngeli dhumi ngeli, s'ka ku të vijë më shumë, mendoj unë. Dua të pyes, sepse sigurisht po mërzitem teksa po të dëgjoj. Je kaq e re në mosh, kaq e bukur, je nënë e 2 fëmijëve dhe të mendosh që 10 vite të jetës të kanë ikur të palumtura për shkak të martesës me atë person. Do të kthej një përgjigje për këtë. Mua vërtet më kanë ikur 10 vjet të jetës e shpifur, po kam marrë një gjë të bukur. Kam marrë 2 gjëra të bukura, kam marrë fëmijët një dhe një mësim të mirë për jetën që ku të jetë hapin tjetër, jo të mendojmë një, po të mendojmë 3 herë, një për veten, 2 për këta. Dhe nuk ka gjë më të mirë se sa të goditesh në moshë më të re dhe të kesh kujdes për hapin tjetër. Se njeriu unë do gaboj, se njerëzit gabojnë. Nuk do them që unë jam vepërsosur, po mendoj se do mendojmë shumë mirë pas se të ketë hapin tjetër. Dhe mendoj që këto 10 vjet që i humba ti i fitoj prapë. Nuk është kur vonë për asgjë, di kur është vonë, në momentin që mund të iki. Atyre s'kam si të kthehemi. Kurse kur jam kështu nuk dorëzojmë, s'ka shanse. Domethënë, më duket se kur kam rilindur nga para, kam shumë dëshira, kam shumë mendra që i kisha mbyllur diku me zi prise dhe kam shumë dëshirë që ti shpërthej. Ti dua një njeri. Dhe lufto për të arritur. Nuk do të them kur tek të dorëzova 10 vjet. Unë më shputu kjo koka. Do jam këtu. Nuk dorëzojmë sot, s'ka shanse të dorëzojmë. Sa të kem jetë nuk e ul kokën për asgjë. E di ku do ta ul kokën Odeta. Kur vërtet të meritoj të ul kokën. Koka ime do ulet atëherë kur ngaboj dhe e kam gabim. Ose kur e kam kokën lart, nuk ma ul asnjëri vetë Zotit. Qëse Zoti ma ul, ma ulin. Realisht unë dua të pyes. Çfarë ndodhi konkretisht atë ditë që ti vendose të largoheshe dhe të jepje fund martesës dhe pse e kishe menduar divorcin shumë më herët? Po, shiko, unë kisha 1 muaj, domethënë, që i thash të vajt në të telefonit dhe kisha regjistruar shumë biseda, foto, gjë që kishte bërë, kupton? Dhe atë natë, domethënë se kam ndodhur në darkë gjithë situata, unë i kisha lajmëruar djalin, se po të nuk kupton, i kisha thënë që neve do ikim të nëna dhe do ikim për këto 2-3 arsye dhe i lidh telefonin që të luante se fëmijë dhe këta s'kishin as në telefon as një gjë përveç televizorit dhe asnjë gjë tjetër. Djali luan me telefon dhe e zë gjumi dhe ma lë telefonin ma mbi astak. Ky vjen dhe na i gjen telefonin dhe i thot djalit, në momentin që i gjen, më thret mua që t'i hap kodin. Po në një moment që do hapë kodin, më di shumë që do më fshin të gjitha gjërat që kisha. Dhe i them nuk e di. Nuk dhe që ta hapja. Dhe më thot mua hajti nga dhoma tjetër dhe aty më ka rraf, më thënë. Zë ta përmes atë pjesën. Edhe pas e ka djalë të moment, edhe nga që më pa me gjatë nga surrati, çuni u trem dhe filloi të villte direkt. Më la. Po ishte shumë më la dhe i tha që mos e merr telefonin mami, mos e merr telefonin mos e hap se mami të ka injizuar ty, ishte ngoja djalit. Dhe ishe, do më thënë, fiks, o do hapësh o s'ka, dhe nuk ma dha telefonin me vete muaj. E mbajti? O do të hapësh në dështë se do vdesësh, më thash ma. Nuk e hapa, nuk e di. Dhe më thënë, ishte një situatë që unë edhe mund të kisha vdekur, po ma më për të qeshur. Pse do thoshti, sepse e dija shumë që do shpëtoja. Kisha ardhur dita dhe thosha, okay, erdhi dita, kupton? I mori të shpistim në telefon, hajde ta se i gjeta me burrin tjetër në krevat. Wow. Po.
Edhe më thon, babi sa hapi telefonin, po mami t'i ka thënë dhe mami më ka thënë kaq. Në qoftë se vjen në shtëpinë time, tha, do vish me kokën lart, tha, hajde te nana, tha, se do dërgoj mami djalin vit marr. Po nëse ti tha, është e vërtetë që ke thënë ai, tha, harram xhiri i nanës, më ka thënë mua. I thash mami, jo nuk është. Të nesër tha mua, i ka thënë kështu mamin, të hëngsha mutin, i ka thënë, mos ma kap çupër me dorë, nesër do dërgoj djalin ta marri. Ka ardhur vllai me xhaxhin tim dhe xhaxhin e babit, më ka marr. Telefonin nuk ma dha me vete ai. Ma mbajti. Okej, unë ndava mendin, e kisha ndarë, se edhe vetë më thoshtë, deta më thosë vetë, të rritet pak çupa, të vdesin nena, ikti, s'po dua me unë. Po ti s'po doj, dhe mos e babi nuk kam dorën në dritë, e mbajta, dhe gjitha shërbimin. Nënën e mbajta, dhe atë e çova në vendin ku do vem të gjithë, me gjithë respektin, 2 fëmijët i rrita, çfarë do me moti? Po pse, ai të thoshte ty që sa të vdesi dhe nëna dhe pastaj ik? Po më ka thënë, ç'të dua me unë, ik më thoshte. E kuptosh? Pra ai të kishte marrë për shërbëtore. Po normale për shërbëtore, si për çfarë tjetër. Shumica e njerëzve ku kam pleqë janë të pakta të rrallë burra që të vërtetë duan edhe për shtëpinë, edhe për veten, edhe për prindrit. Po ky ishte vishnjëri ose ja thoshte truri. Shiko, ky pinte të budalliqe odeta. E kuptova. Nga interneti. Dhe herën e fundit ka marrë 125 euro, po diçka tjetër, budalliqe. Edhe zërës e s'qërditi fare. Unë i thasë për qaj do. Po, se s'ma të flasë, më vine turp, s'me nuk më kanë hije. Edhe i ka, do më thënë dhe nga 2 ditë këtu në shpjes, nuk ishe lajmëruar asë motra dhe asë kë, vetë më merë në telefon dhe më thotë unë, isha shumë kesh nga fytyra. Nuk e di nëse ke parë njerëzit shumë shpërfytyrua, po unë isha shumë shpërfytyrua në thorat. Se më kishte ndodhur që më kishte radhë vetë 2 javë më para, se të ndodhte situata dhe unë kisha prova, prandaj do të më shumë të fshinte. Po, dhe 2 javë më para se të ndajsha, më kishte godit me grush në sy. Ti nuk e kishe denoncuar asnjëherë në polici? Jo, vetëm për frikën e fëmijëve. Edhe, ku më rafi këtë herë tjetër, më shtyri pot në jetën vetë, më ka gjytë me shkelë, këtu edhe më bë më kesh fytyra. Normale, pjesa hundus është shumë e dhimbshme, nuk e di se si duroj njerëzit kur goditen në fytyrë, po ishte shumë e dhimbshme për mua. Dhe ku kam ardhur këtu, isha tek xhaxhi për kafe me motrën dhe ky merr telefon motrës. Dhe më kërkon mua, urdhëroj them. Më thot mua, për çfarë dole për kafe, tha të shikoj njerëzit ta ndeti, tham mua, ishit kam rrafun, tham mua. Se unë si kam thënë njëri këtej, pse ti kujton se unë do vi prapë, thashë? Pse nuk do vish me ti? Jo, i kam thënë, unë s'ka shanse të vi me atë. A do ishe ti kja, i kam, thashë. Pse, ai largimi ti kur ti? Ai e se unë do kthesha prapë. Edhe pastaj kur e kuptoj që unë nuk do kthesha mbas gjysore bisedë, më ka thënë kaq. Do vitet të përsërishin me këshar, më ka thënë natën. Vitive flakën shtëpisa dhe fëmijët. E para. E dyta, kishim një komshi aty, ai ka 2 vajza dhe një djalë. Vajza e madhe dhe djali rrin në Greqi dhe vajza me burrin në Greqi, kurse e vogla ishte 12 vjeç. Dhe ky burri ishte në moshë me babin tim. Tani kur vinte për kafe rrinte me këta, nuk rrinte me mua. Më tha më ti jo femër, më tha më që i ulsh aty në prar. I thashë po ti isha i budallaj dhe ignorant, i thashë që rrie ulur me mua dhe me atë të ngjitur dhe unë mund të ulsh aty, i thashë ulsh aty. Ky thashun, turp do të vi, i thashë që ma the edhe këtë gjithsesi, po ti ke thënë edhe më shumë, kjo nuk më bën përshtypje, dhe s'më bën përshtypje fare se më çaj gjua më keq. Ti do vetë halla zoti, i thashë në vik në hallin tande, fike telefonin. Dëgjon xhaxhi dhe xhaxhi më merr dhe shkon tek policia për të marrë urdhër mbrojtje, jo për denoncim. E vetëm gjë që nuk kam denoncuar ditë për nenën, se është në një moshë shumë të madhe dhe më vinte keq. Unë po them, unë kam shumë zemrën e pastër, dhe unë zemrën time nuk e bëj pis për asgjë në këtë botë. Sa do që mua më kanë bërë keq. Unë zemrën time nuk do ta bëj pis, nuk dua të hyj gjyna askujt. Sa më pan ato atje, thjesht sa tash emër mbi emër e kishin marrë brenda direkt. Domethënë morën vetë policia, ai bëri 4 muaj burr, ka dalë. Është dënuar, pra është dënuar. Po, dhe i ka thënë djalit që të kthehem, po jo, më po shqy nuk ose më ka bezdisur, mos hyj në gjyna zotit, të gënjej dhe të shtoj, nuk më ka bezdisur, me fëmijët të kanë lënë të flasje, e ka të flasje një herë në javë, ose në rast mundësie nga mua të takoj një herë në javë, një orë, në rast nuk kam mundësi të flasje, unë e kam lënë për ditë, në telefonin që kam, të flasje për ditë, i marr fëmijët, i mbyll në dhomë, të flasje sa të duan. Dhe thjesht ka pasur disa raste që e kam dëgjuar, si për merak, çaflet, dhe kush më ka pëlqyer, kam fikë telefonin dhe thjesht i kam bërë një mesazh, më sot të flasësh ose ndryshe mos fol. Se nuk dua të kem, se sa më shumë të shtysh gjërat më shumë bëhen.
E vërtet është. Po shqyr Zoti që mos të hyj në gjuna, se është gjuna të hysh tjetrit në hak, ku nuk e bën, nuk më ka bezdisur. Shqyr. Uroj të ketë vënë mend për veten e vet pasi ka dalë nga burgu. Për veten e vet, edhe për 2 fëmijët. Për mua jo, se për mua nuk më intereson fare. Për 2 fëmijët që kemi, sepse unë vërtet nuk i rris vetëm. Po sa bën figura e një babai në shtëpi nuk bën asgjë tjetër, se është mashkull, e kupton? Thuhet tjetri, hëse kjo femër me 2 fëmijë, kurse kur ka një figurë, ai ndoshta është shumë i keq për mua, po për fëmijët është baba. Është babai i tyre, përjetësisht do ngelet babai i tyre. Sidoq që të jetë, babai është baba, nëna ngelet nën. Gjërat mes të rritëve janë mes të rritëve. Por fëmijët si e pritën këtë ndarje në largimin nga shtëpia? I kisha mësuar. I kishe përgatitur përpara? I përgatita normale se unë e dija që po afronte se ishte sherrik për ditë, 100 herë në ditë. Domethënë, një ditë para se të ndajshëm, të ndodhin të gjëra, të ulën për ngrem bukë. Dhe ai ka të ngacmon edhe në bukë, po ti më lër të ha rehat. Filloi budallaç, kurve dhe unë një kafshik kisha hedhur adet për këtë natë edhe miku Feras, edhe unë ngrita në tavolinë, shkova në bufe dhe e ka përcjeva kafshikën tjetër dhe thash gjë. Se unë nuk po të zura beja odeta, pra të mallin Zot, unë po të zura be, edhe po t'jesh nëna ime, po të zura be, dhe ti më hyn në hak, unë të heq vizën. Edhe nëna ime t'jesh. Se unë në gjuna nuk do të hyj askush, as të më hyj ku unë nuk e meritoj. Edhe i thash dëgjoj, për këtë bukë që kam këtu, ty do të zëri haka, po jo nga mua, se unë nuk të mafkoj, unë e kam lënë atij lart. Dhe ai lart do të gjykoj, dhe ditën tjetër ka ndodhur e gjithë situata. Se unë po të zura be bukën, unë bukën nuk e zë be, se buka është bukë, as nuk shkelet, as nuk përshtyt, dhe as nuk hidhet. Se ka njerëz që po vdesin për bukë. Prej maj t'je larguar nga i dhe jeton tek nëna dhe babai, si ka qenë këto muaj për ty? Kjo jeta e re që ke rilindur? Edhe pak e dimshme, edhe pak stresuese, po dhe e bukur. Pse do thosh ti? Sepse janë llafe, në fshat janë llafet. Me raku familjes, nëna që gjithmonë, se kam pak, shikoj unë kam një gjë. Mua kur ma thua këtu, unë të puth këtu. Kur ma thua këtu, unë të nxjerr jashtë. Dhe unë gjëra që më thuan këtu unë nuk i dua. Më mirë, ma thuaj në sy, le të më dhembi, po e di që ti ma the këtu. Por ku ma thua këtu më vëm 3 herë më shumë se ajo që ma the këtu. E qartë, dhe fatkeqësisht ne jemi një shoqëri paragjukuese. Edhe mua këto biseda më dhembi. Por gjithsesi, duhet ta stakosh mendjen dhe mos të ta ndjej fare se çfarë thot fshati. Ne jemi një shoqëri paragjukuese, kjo ndodh kudo. E di pse nuk duhet ja di më sepse kur unë e di se kush jam. Si s'ke bërë turp, se je divorcuar. Dhe fëmijët e mi dhe ai lart e di se kush jam, nuk më intereson më për asnjë në këtë botë. Kjo është më e rëndësishme. Një mirëmëngjes, një mirëmbrëma, respekt edhe kaq them. Ju lut Zoti, kush në hyrë gjuna, Zoti lart, ndërsa unë kur kam hyrë gjuna, të kërkoj falje, më fal. E bëra, vetëm më gjykoj Zoti dhe të më dënoj aty ku e meritoj. Sepse ajo që të intereson ty tashmë janë 2 fëmijët, të marrësh ligjërisht kujdestarinë e tyre kur gjykata të vendosë divorcin. Bravo që fëmijëve nuk u flet kurrë keq për babain, por mundohesh të shpjegosh situatat për moshën që ata kanë që të të kuptojnë. Janë të vegjël shumë. Dhe mos i ndaj kurrë nga babai i tyre. Asnjëherë. E di pse? Sepse kur kam pasur djalin e vogël që ka qenë në situata për të ikur, po, edhe më thoshte ai që do ta marr djalin, si e kam dorën e fusën kurrës djalit dhe janë xhira këtu. Në mendet këtu dhe thjesht e mbaja dorën për ty, dhe thosha po të ma marrin do e ndjej. Edhe nuk ka gjë më të dhimbshme, unë nuk e di sa fëmijë ke ose ke fëmijë, më fal. Kam, di fëmijë. Kam ti kesh me jetë ka qenë shumë e dhimbshme dhe kur e mendoj unë domethënë atë situatë që ndodhi dhe mendoj që ai kishte kaq muaj, sido që është babai. E kupton, zemra e njeriu për fëmijën është shumë e madhe. Dhe kur e vë veten, ose njeriu duhet ta vë veten te gjithkusht para se ta gjykojë. Dhe unë e vë veten time dhe më mbushën sy të lutem, ok, në rregull baba. E bëri me mua, ndoshta unë nuk kam qenë për atë, nuk ka dashur. Ka dashur dikë tjetër. Unë nuk e di, nuk e di se nga vinë shumë gjëra, sepse kot nuk vinë. Kot gjërat nuk vinë asnjëherë domethënë në këtë botë. S'e di, ose ndoshta ai që kishte trurin, ose ndoshta ajo që pinta, ose ndoshta ka dashur dikë tjetër, nuk e di. Unë në mendjen tënde dhe në zemrën tënde unë nuk hyj. Nuk keni qenë për njëri tjetrin. Atë që ndodhi. E kuptoj. Edhe kur nuk e ndaj kurrë fëmijën nga babai. Edhe më i keq i botës tjetër, fëmija nuk e ndaj sepse fëmija për babain është. Është babai i tij. Nuk e bëj dot, se po ti isha në situatën e tij. Dhe mos shkoja fëmijët unë vdes tani. Jam kështu.
Të besoj për këtë pjesë. Dhe më vjen mirë që ata fëmijë do rriten me një nën që do t'i edukoj, do t'i shkolloj, do di si të menaxhoj gjithë situatat, ke ditur t'i menaxhosh mirë situatat në familje, që fëmijët mos të krijojnë trauma nga fëmijëria dhe t'i ndjeki gjithë jetën, se kjo është e pafalshme. Traumat e fëmijërisë janë shumë. Unë kam qenë vetë një fëmijë 15 vjeç, 15 janë fëmijë. Po, patjetër. E kur rria vetëm me mbyllur, domethënë, ishin çupa që ato rrinë me telefon, lozin, gjeni muzikë, ikin në shkollë thjesht të rria, roja pulat, punoja toka dhe unë thjesht të rria, domethënë, edhe thjesht kisha 2 pleshe, shikonin gjithë ditën lajme, ndërsa unë e di çka ka qenë gjë që më ka pëlqyer më shumë që rria shikoj që shikoja Blendi Fivziu se kisha qef, domethënë vetëm një teinte gëzohesham që shikonin atë dhe shikoja edhe unë. Që të pëlqente. E dashur, unë e kuptoj që tani ka nisur një jetë e re për ty, ke rilindur, sepse në atë martesë nuk e qenë e lumtur dhe mbi gjitha ke qenë e dhunuar, ke shpëtuar nga një njeri, dhe pse ai e ka marrë dënimin, e ka bërë burgun, uroj që ai të ketë marrë disa mësime nga të gjithë. Mësime për veten e vet dhe për fëmijët tanë. Po, se është rëndësishme sjellja e tij ndaj fëmijëve. Është shumë e rëndësishme kjo gjë. Uroj që gjykata, që jam e sigurt që gjykata do vendosë që kujdestarin ta mbash ti për shkak të moshës. Kështu kam thënë deri tani, po i lutem Zotin me gjithë shtëpisë. Unë di që kam të mitë, po dua që ti kem edhe me letër të mitë, sepse nuk dua që të rritemi një frymë dhe një gjuhë ofenduese nga ai, se shumë ka një gjuhë shumë urryse në folje. Edhe vetë po ta dëgjosh ti, Odeta, kuptohet nga mënyra se si flet. Domethënë kuptohet direkt mënyra se si flet. E qartë, e kuptoj dhe meraku jo është më i madh, por çdo nën kërkon që të veçjit e vet i ketë afër dhe t'i rrisi me dashurinë e saj, kjo është e kuptueshme. Por jam i sigurt që gjykata ty do ja japi kujdestarin, ai do ketë drejtat e takimit. Besoj se po, shumë më kanë thënë dhe avokatë dhe personali që 100% ke ti domethënë. Ai do ketë detyrimin ushqimor për të paguar të drejtat e takimit. Të gjitha këto, po. Kështu që besoj që do ta kesh të gjë, jetën e ke përpara. Ja akoma e re. E di çfarë them tani, unë kam një jetë kam dhe këtë jetë do ta shijoj deri në frymën e fundit. Edhe bën shumë mirë. Plot gëzime, plot. Do e shijoj. Ndoshta unë do për shembull nuk do kem atë Odeta. Është një shprehje shumë e bukur, më pëlqen shumë gjëve dhe thënie. Do ta them, është një shprehje shumë e bukur. Mirë kjo tokë që së ngop me njerëz dhe mirë ky njerëz që së ngop me tokë. Patjetër që dua ta mbyll të gjithë këtë intervistë me ty me një mesazh që ti i drejtohesh të gjithë atyre nënave të reja në moshë si puna juaj që ndoshta mund të jenë në kushtet e dhunës tani. Çfarë do ju thoshe? E vetmja gjë që unë i drejtohem gjithave gotave, gjitha femrave është që të shkollohen, gjëja që është më kryesore, të vetë punësohen, sepse nuk duhet që të jenë të varur nga askush. Sepse nesër jeta mund të marrë një rrjedhoj si e imja dhe mund të ngelesh vetëm, por të paktën ti ke një shkollim dhe një vend pune. Gjëja kryesore. Gjëja tjetër që dua të them, në momentin që ti shef që një mashkull do ofendon dhe të vë dorë, duhet të dalësh dhe zonja para vetes tënde dhe të thuash stop, sepse kur dikush të vë dorën dhe të ofendon, thjesht je një shërbëtore për atë dhe asgjë më shumë. Të përqafoj dhe të përshëndes dhe do mbetemi në kontakt bashkë. Po, në rregull, shumë faleminderit. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndroat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse edhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin e telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Sa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite live, ju e dini tashmë e kam thyer tradit, jam me këtë histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër.